Берлинскиот процес повторно ги собра министрите за економија и труд од Западен Балкан во германската престолнина. Во фокусот на средбата беа законските реформи, борбата против имиграцијата и усогласувањето на пазарот на трудот со европските стандарди. Министерот за економија Бесар Дурмиши од Берлин нагласи дека Македонија останува пример за регионот во однос на активните мерки за вработување. Sot me ftesë të Ministrisë Federale të Gjermanisë Punës dhe Politikave Sociale, kemi marrë pjesë gjithë ministrat e ekonomisë dhe punës të Ballkanit Perëndimor me tema që kanë të bëjnë problemet kyçe me të cilët ballafaqohemi ne në Ballkanin Perëndimor, të cilët janë mungesa e punës, të cilët janë po ashtu probleme me migrimin, po ashtu ne kemi një diskrepancë të madhe mes ofertës dhe kërkesës për vendet e punës, çka duhet që të bëjmë që të harmonizojmë ligjet tona me ligjet e Bashkimit Evropian, që të arrijmë të kemi punë më dinjitoze për qytetarët tanë, po ashtu të jenë më konkurrues në tregun e punës. Додека зборуваше за конкретните мерки преземени на национално ниво, министерот Дурмиши ја оцени Македонија како регионален лидер во однос на успесите од оперативниот план за вработување. Unia e Veriut për gjithë vendeve të tjera është shembull në rajon, më konkretisht në Ballkanin Perëndimor, sa i përket planit operativ, të cilin e kemi zbatuar vitin që shkoi, ku kemi arritur që të ndajmë 2500 rënda, apo kemi arritur që 2500 qytetarë të rinj dhe të reja të vetë punësohen apo të hapin kompani dhe të jenë konkurruese në tregun e punës, po ashtu edhe për këtë vit parashikojmë masa ku do t'i prekin apo do të arrijnë që t'i përfshin gjithsej 10.000 qytetarë të vendit tonë në planin operativ i cili do të kapë vlerën prej 40 milion euro, shumë shpejt do të bëhet aktiv dhe do të filloj implementimi i atij planit. Edhe një herë dua të potencoj që vendi jonë është shembull sa i përket realizimit të këtij plani operativ. Оваа средба доаѓа во критичен момент, кога Македонија се стреми да ги зацврсти своите позиции како регионален лидер во економските реформи. Берлинскиот процес служи како катализатор за усогласување на социјалните политики на Скопје со оние на Брисел, ставајќи во движење фондови кои директно се насочени кон пазарот на трудот и иновациите.